Pas suksesit në Pogradec, komedia Dy dashuri dhe një veshk ka vjuar rrugëtimin e saj artistik në teatrin Andon Zako Qajupi në Korçë, ku është pritur me duar trokitje dhe reagime pozitive nga publiku ardashës. Nën regjinë e Guri Koços dhe me interpretimin e aktorëve Guri Koço, Alban Prodani, Adea Calej dhe Dimitraq Tasellari, shfaqja sjell në skenë një histori që ndërthur humorin me dramën e përditshmërisë, duke trajtuar me ndjeshmëri jetën e dy njerëzve të thjeshtë, të varfër në kushte, por të pasur në shpirt. Në skenën e teatrit korçar, shfaqja ka marrë një dimension edhe më të veçantë për vetë lidhjen e fortë të artistëve me këtë qytet dhe publikun e tij, i njohur për kulturën dhe kërkesën ndaj artit. Këtu është gjithçka në perfeksion, salla, ndriçimi, njerëzit. Sigurisht unë kam 50 vjet që punoj këtu edhe ata të gjithë e dinë, të gjithë më ndihmuan. Pritja ka qenë, megjithëse kisha pretendime se për njerëz që duhet të vinin më shumë. Regjizori vlerëson gjithashtu punën e bërë për realizimin e kësaj komedie, duke e konsideruar një nga projektet e tij më të arrira. Unë ose kam bërë shfaqjen dhe losë rolin kryesor, por them që të tilla shfaqje rrallë vinë në qytet. Të paktën si po na vinë, shfaqja është shumë e mirë. Le të them me modesti kam punuar në mënyrë të jashtëzakonshme 2 muaj. Edhe ju e pat vetë që ishte një shfaqje që nuk pushuan të qeshura, nuk pushuan duar trokitjet. I falenderoj të gjithë që kanë ardhur. Dhe them që është një nga punët e mia më të mira. Përgëzoj Albano Prodanin si partner që më kënaqi dhe ndjeva një domethënë mirësi. Na kanë thënë që dueti jonë është i papërsëritshëm me një kimi të jashtëzakonshme, do ne besoj. Nga ana tjetër, aktori korçar Alban Prodani shprehet se rikthimi në skenën e qytetit të tij ka një domethënie të veçantë dhe se mbështetja e publikut ka qenë e jashtëzakonshme. Shfaqja Dy dashuri dhe një veshk me regji të Gurit, të kimisë time, Pogradecarin. Mendoj që nxorëm një shfaqje të bukur, që publiku e priti shumë mirë, domethënë, dhe mua do më vinte keq që mos ta linim në këtë grad, duhet ta shfaqim dhe mos e humbim këtë si shfaqje. Vërtet jam shumë i lumtur me aq sa kam arritur, jam shumë i lumtur domethënë. Prodani thekson se bashkëpunimi në këtë shfaqje ka qenë i suksesshëm dhe se publiku e ka mirë pritur. Dy dashuri dhe një veshk vjen si një reflektim mbi vlerat njerëzore, miqësinë dhe sakrificën, duke dëshmuar se arti mbetet një nga mënyrat më të forta për të përcjellë mesazhe në shoqëri. Ne jemi miq prej 130 vjetësh. Partner më të mirë se ky nuk do kisha gjetur kurrë.